Është ndarë nga jeta në moshën 58 vjeçare Artan Lame, një nga figurat e njohura të jetës publike shqiptare. Ai drejtoi për disa vite Agjencinë e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave Informale, si dhe mbajti poste të tjera shtetërore, duke qenë aktiv në radhët e Partisë Socialiste. Kryeministri Rama ka reaguar për ndarjen nga jeta e Artan Lames, i pabesueshëm, po fatkeqësisht i vërtet lajmi i befasishëm i ndarjes nga jeta e Artan Lame janë pa fjalë. Ngushëllimi Mireles, djalit tyre dhe familjes së shokëve të përbashkët, shkruan Rama. Me trishtim ka reaguar edhe kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë Eliza Spiropali pas lajmit për ndarjen nga jeta e Artan Lames. Humbëm Artan Lamen, drejtuesin dhe studiuesin e pasionuar që kuriozitetin, dijet dhe talentin e tij i vurin në shërbim të ndryshimit, shkroi Spiropali në rrjetet sociale. Institucioni i kadastrës ka ndarë online një mesazh ngushëllimi pas lajmit të ndarjes nga jeta e Artan Lames. Ish drejtuesi i kadastrës shqiptare dhe një figurë e kontributit të pazëvendësueshëm në reformimin e sistemit kadastral në Shqipëri. Për kolegët dhe bashkëpunëtorët, Artan Lame nuk ishte vetëm një drejtues, por një njeri që dinte të dëgjonte, të frymëzonte dhe të krijonte një frym bashkëpunimi dhe respekti të ndërsjellë. Ngushëllimet më sinqerta familjes, miqve dhe të gjithë atyre që e njohën dhe e vlerësuan, shkruhet në mesazhin e kadastrës. Gjatë viteve të drejtimit të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Lame u dallua për përkushtimin, vizionin dhe përpjekjet të vazhdueshme për të shërbyer qytetarëve dhe interesit publik. E tronditur për lajmin e ndarjes nga jeta, ka reaguar edhe drejtoresha e Autoritetit të Dosjeve Gentiana Sula. Përmes një postimi në rrjetet sociale, autoritetet e dosjeve ngushëllojnë dhe bashkëshorten e të ndjerit Mirela Dhono Lame, e cila është njëkohësisht punonjëse e këtij institucioni. Humbja është e madhe dhe dhimbja e thellë si për familjen, edhe për gjithë ato që i njohën dhe vlerësuan si njeri me integritet, vizion e humanizëm, shkruan autoriteti i dosjeve. Ngushëllimi për familjen dhe miqtë e Artan Lames ka shprehur edhe Ministri i Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu, e hidhruar nga ndarja e parakoshme nga jeta e Artan Lames. Ngushëllimi familjes, Mireles dhe fëmijëve, miqve dhe shokëve në këtë moment ka të dhimbshëm për gjithë. Qofti pa harruar kujtimi i tij, shkroi Ministri Manastirliu në rrjetet sociale. Po ashtu, ngushëllime ka artikuluar dhe Ministri i Shtetit për marrëdhënie me Parlamentin Taulan Balla, i cili ka shkruar: "Lamtomir miku dhe shoku më i mirë Artan Lame, do na mungosh shumë."